Ai vend do të zhvillohet sa do që të bohen fuqi të mdhaja apo të vogla. Do të jetë zemra e ummetit islam. Në momentin që do të rënohet Medineja, atëherë do të zhvillohet thertorja e madhe. Në kohën që do të ndodh thertorja e madhe, atëherë do të vijon çlirimi i Konstantinopojës. Pas çlirimit të Konstantinopojës, atëherë do të del, do të shfaqet Dejali. Kush është Dejali? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se një ditë do të përfundon çdo gjë. Nuk ka dyshim se një ditë të gjitha krijesat do t'ia dorëzojnë shpirtin Allahut Azza wa Jall. Nuk ka dyshim se një ditë çdo gjë e cila është e ngritur, e ndërtuar, do të jetë e rënuar, e shkatruar. Nuk ka dyshim se një ditë do të vijë Kiameti. Kur do të vjen Kiameti, atë e di vetëm Allahu Azza wa Jall, ndërsa Allahu Azza wa Jall, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na njoftuan neve, na lajmëruan për gjëra, për shenja të cilat do të ndodhin në prag të Kiametit. Disa prej tyre i kemi përmendur, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër të cilin e transmeton Muadhi radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i renditi disa gjëra që do të ndodhin, i renditi disa ngjarje të mëdha që do të ndodhin në prag të Kiametit, duke thënë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Umranu Bejtil Maqdis, kharabu Yathrib. Ngritja e Bejtul Maqdisit, zhvillimi i Bejtul Maqdisit, ai vend i cili është luftuar dhe është luftuar, ai vend i cili është rënuar dhe është shkatruar, ai vend në të cilin janë mbytur me mira e mira, gra e pleq, e fëmijë, e të sëmur, e kështu me radhë, ai vend i cili ka përjetuar dhimbje dhe sprova të mëdhaja, ai vend do të ngritet. Ai vend do të zhvillohet sa do që të bohen fuqi të mëdhaja apo të vogla, sa do që bohen kurtha dhe intriga botërore kundër atij vendi, ai vend do të ngritet përsëri. Jo që do të ngritet, do të jetë zemra e ummetit islam. Nga aty do të fillojnë shumë gjëra, nga aty do të udhhiqen shumë gjëra, aty do të zhvillohen shumë gjëra, do të jetë baza, zemra e gjithë ummetit islam. Umranu Bejtil Maqdis, kharabu Yathrib. Në atë kohë që do të ngritet Kudsi, në atë kohë që do të ngritet ky vend, do të fillon dhe do të dobësohet një vend tjetër, do të rënohet një vend tjetër, dhe ai vend është Medineja.
Me gjithë se Medineja lullëzon në çdo kohë, do të vjen momenti që atje do të dobësohet, ndërsa këtu do të ngritet, do të zhvillohet. E kur të ngritet Bejtul Maqdisi dhe kur të dobësohet dhe rënohet Medineja, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa kharabu Yathrib khurujul malhama. Në momentin që do të rënohet Medineja, atëherë do të zhvillohet thertorja e madhe, e cila do të ndodhet në Sham, e cila do të bëhet ndërmjet dy fuqive botërore, ndërmjet ushtrisë islame nga njëra anë dhe ushtrisë romake, e cila do të vjen në ato vende me 80 flamuj, me 80 shtete, në çdo flamur nga 12.000 ushtar, do të ndodhë thertorja e madhe. Lufta e madhe, luftë e tillë e cila nuk është pa asnjëherë në historinë e njerëzimit. Derisa erdhi në transmetim edhe shpendët të cilat do të fluturojnë mbi atë vend, do të bien të mbytura dhe të ngordhura. Derisa tha Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, nuk do të bëhet kiameti derisa nuk do të ndahet trashëgimia dhe nuk do të ketë gëzim për plaçkën e luftës. Për çfarë arsye nuk do të ketë gëzim? Tha Abdullah ibn Mesudi, nga 100 vetë të cilët kanë marrë pjesë në atë luftë, do të mbetet një. Nga e gjithë familja, nga e gjithë fisi, do të mbetet një i gjallë dhe të gjithë të vdekur. Çfarë trashëgimie do të ndahet edhe çfarë plaçke luftës me të cilën njeriu mund të gëzohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, wa khurujul malhama Fethul Konstantiniye, në momentin që, në kohën që do të ndodhë thertorja e madhe, atëherë do të vijon çlirimi i Konstantinopojës. Wa Fethul Konstantiniye khurujud Dajjal. Dhe pas çlirimit të Konstantinopojës, atëherë vjen momenti i daljes së një shenje të madhe të kiametit. Të gjitha këto që janë përmendur janë numruar në mesin e shenjave të vogla apo shenjave të mesme, ndërsa shenjat e mëdhaja janë më në fund të shkatërimit të kësaj dunjaje. Një ditë prej ditëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pa disa sahabe duke biseduar, tha, për çfarë po bisedoni? Po bisedojmë për kiametin, ja Rasulullah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të ndodh kiameti derisa të shfaqen 10 shenja. Këto 10 shenja janë shenjat e mëdhaja të kiametit. Ndërsa në këtë hadith na përmendet neve një shenjë e madhe e kiametit, një fitnë e madhe. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa Fethul Konstantiniye khurujud Dajjal. Pas çlirimit të Konstantinopojës, atëherë do të del, do të shfaqet Dajjali. Subhanallah. Kush është Dajjali? Dajjali i cili nuk përkujtohet dhe nuk përmendet në përgjithësi në mesin e njerëzve. Dhe për këtë na lajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, nuk do del Dajjali derisa të harrohet. Njerëzit nuk do ta përmendin, nuk do ta përmendin as imamët në mimberet e tyre. Nuk do të përmendet Dajjali. Atëherë do të del Dajjali. Do të vjen momenti i shfaqjes, i daljes së Dajjalit. Në atë kohë muslimanët do të jenë fuqi botërore. Në atë kohë që muslimanët në luftën e tyre kanë fituar kundër armikut të tretë, e pastaj kanë fituar kundër ushtrisë romake, cila ushtri do t'ju ban ball muslimanëve, kësaj fuqie botërore. Atëherë do del Dajjali që me ushtrinë e tij ta lufton ushtrinë islame. Mirë, po fitneja e Dajjalit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka fitne, nuk ka çështje prej krijimit të Ademit alayhi salam e deri në fund më të madhe se sa çështja e Dajjalit. Fitne e madhe,
fitneja e Dejjalit. Çfarë fitne do të ketë nga Dejjali për njerëzit? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Dejjali e ka me vete një lum i cili është nga uji dhe një lum i cili është nga zjarri. Në sytë e njerëzve mirë, po në realitet lumi i tij i cili është nga uji në realitet është zjarr. Lumi i cili duket zjarr në realitet është uji. Do t'ju paraqitet Dejjali njerëzve që t'i fton ata se ajo është Zoti i gjithë atyre. Subhanallah. Nënshtrimi i shejtanëve do t'jetë në nënshtrimin e Dejjalit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'i thot njeriut, a beson që unë jam Zot? Nuk e beson atë, do t'ia sjell atij babën edhe nanën e vdekur që ta thrasin atë. Ata nuk janë as baba dhe as nana e tij, mirë po janë shejtan në formën e njeriut. Do t'i vjen në pamjen e babës, në pamjen e nanës dhe do t'i thot njeriut, besoja atë, o biri im, nga se ky është Zoti. Subhanallah. Dhe sa prej njerëzve do ta besojnë dhe do ta pasojnë atë. Derisa do të del një i ri i cili do të kundërshton dhe do ta lufton Dejjalin duke thënë se ti je ai i cili për te na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti je Dejjali. Atëherë Dejjali do ta fton atë dhe do ta mbyt atë. Dhe pasi ta mbyt, do ta kthen edhe njerë, do ta ngjall atë dhe do t'i thot, a beson tash që une jam Zoti? Thot, për kundrazi më shtuar edhe më shumë besimi, imani se ti e Dejjali, nga se për këte na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të mundohet që ta mbyt atë, mirë po nuk do të ketë mundësi. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do ta urdhron qiellin që të lëshon shi do të bie. Do ta urdhron tokën që t'i nxjerr bereqetet do të dalin. Njerëzit, turma e turma, grupe e grupe, njerëz pas njerëz do të vinë duke e besuar Dejjalin, nga cili vend do të fillon përkrahja e tij, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të del Dejjali nga Khorasani, e më sakt, më konkret nga Esbehani, i cili është sot një vend në Iranin e sotëm. Nga ai vend do të del Dejjali, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do ta përkrahin atë. Pas Dejjalit ushtria e parë e tij që do ta përkrahin do të jenë 70.000 jehud. Jehudët do të jenë në ato vende. Këtu do të ngritet Kudsi, do të ngritet Islami, do të ngritet ushtria e besimtarve. Nga ai vend do të fillon përkrahja e jehudëve ndaj Dejjalit për ta luftuar Islamin dhe muslimanët. Nga Esbehani, nga një vend i Iranit të sotëm, do të del Dejjali. Pas ti do të vinë 70.000 jehud, të cilët janë të veshur me një veshje dhe me një kapel të caktuar, dhe pastaj vende dhe vende të ndryshme të cilët do t'i bashkangjiten Dejjalit. Dejjali do të synon një vend të caktuar. Do të synon Dejjali Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të afrohet afër Medinës. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, do ta ecë gjithë sipërfaqen e tokës me një shpejtësi të madhe, përveç se nuk do të ketë mundësi të hynë në dy vende. Nuk do të ketë mundësi të hynë në Mekke dhe nuk do të ketë mundësi të hynë në Medinë. Do të afrohet, mirë po me lajket do të mbrojnë Medinën që mos të deporton në te Dejjali. Në një transmetim tjetër tha, në atë kohë Medineja do t'i ketë 7 dyer, në çdo derë do të ketë nga 2 melek të cilët do të mbrojnë që mos të ketë mundësi të hynë Dejjali. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë Medineja do t'i përjeton 3 dridhje të mdhaja, si kur tërmed do dridhet Medineja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa nga ajo dridhje
do të dalin gjithë munafikët, do të dalin gjithë hipokritët, do të dalin prej në Medine dhe do t'i bashkangjiten Dejjalit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ajo ditë do t'jetë dita e pastrimit. Than, ja Rasul Allah, e ku do t'jenë arabët në atë ditë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, arabët në atë ditë do t'jenë shumë pak. Dejjali do të përhapet në përbot, në gjitha vendet e botës, me një shpejtësi të madhe dhe me një fitne të madhe, do t'i thret njerëz që ta besojnë se ajo është Zoti i vetëm, dhe shumë prej njerëzve do t'i bashkangjiten atij. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'i jeton Dejjali, do të del fitneja e Dejjalit në përbot 40 ditë. Do të qëndron Dejjali 40 ditë. Një ditë, dita e parë sa kur një vit, një ditë tjetër sa kur një muaj, dita tjetër sa një javë, dhe ditët tjera sa ditët normale. Një ditë sa kur një vit. Subhanallah, në këtë moment, në këtë përshkrim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabet e ban një pyetje, mirë po jo sikur pyetjet tona. Edhe ne pas këtij hadithi ndoshta kemi ndonjë pyetje. Një ditë sa një vit, në gjithë atë ditë të gjatë, a nuk do të perëndon dielli, a nuk do të lind dielli, a nuk do të zhvillohet ndonjë gjë, a nuk do të përfundon asgjë? Çfarë dita ajo mund të jetë? Njerëzit si do të jetojnë në atë ditë? A do të hajnë, a do të pinë? Jo. Sahabet e ban një pyetje të madhe. Ky ishte derti i sahabeve, kjo ishte gajleja e sahabeve. Do del Dejjali, dita e parë, një ditë sa një vit e gjatë. Sahabet parashtruan pyetje dhe than, ja Rasul Allah, në atë ditë e cila është sa një vit, a do të na mjafton namazi i një dite? Subhanallah, ky ishte derti i sahabeve. Në ditë që do të del Dejjali, po afrohet kiameti, po afrohet shkatrimi, gjithë ajo fitne e madhe, një ditë e gjatë sa kur një vit. Derti më i madh cili është? Derti më i madh i tyre ishte namazi. E sa për njerëzve e kanë marrë namazin në përkamb në këtë kohë, pa fitne të tilla, pa sprova të tilla, pa rreziqe të tilla. Cila është fitneja e cila ty të ka mashtruar? E mos të flasim pastaj kur të paraqitet Dejjali, kur të bie shi dhe kur të dalin bereqetet, dhe kur të vjen nana e vdekur dhe baba i vdekur, dhe kur ta mbyt dikant dhe kur ta ngjall përsëri. Cila fitne ty të ka hutuar që ti sot e lën namazin? Sahabet në dertin më të madh të asaj kohe, ja Rasul Allah, a ditë e cila është sa kur një vit, a do të na mjafton namazi i një dite? Ne a ditë të gjatë, a do t'i falim vetëm 5 namaze apo më shumë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, jo 5 namaze, do t'i llogaritni. Dhe e shohim që në këtë kohë mund të llogariten kohët, orët dhe namazet, edhe nëse zgjat dita, një vit të tërë do të paraqitet Dejjali me gjitha ato fitne të mëdhaja. Mirë po do të vjen momenti që të përballet. Në Sham do të tubohet ushtria islame dhe do të tubohet, do të arrijë ushtria e Dejjalit. 2 ushtri të mëdhaja, 2 ushtri të fuqishme do të takohen, do të përballen, do të fillon përballja e tyre, do të fillon përleshja e tyre, do të fillon ballafaqimi i tyre. Si do të jetë fundi i Dejjalit, si do të jetë fundi i kësaj lufte, si do të jetë fundi i kësaj shenje të madhe të kiametit? E gjithë kjo mbetet për hutben e ardhshme, nëse Allahu azza wa jall na mundson. Ne lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na ruan dhe të na mbron nga fitnet e kësaj dunjaje. Allahu të na ruan
ruan dhe të na mbron nga fitneja e Dejjalit. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu në Islam të na forcon, imanin ton të na e shton. Lusim Allahun Azza wa Jall, muslimant kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tan Allahu t'i pasuron, të sëmurët tan Allahu t'i shëron, të vdekurit tan Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.